Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Maqedonia e Veriut po përballet me rreshje të dendura të shiut dhe përpasoi disa ndërtesa vendbanime në Kërçovë përmbytën duke shkaktuar evakuimin e 60 personave. Në rrugën Gostivar Strazhe ka rrëshqitje dheu, por trafiku po lëviz rregullisht, ndërsa në segmentin Tetov-Banjic rrëshqitjet e dheut përgjatë rrugës po e vështirësojnë lëvizjen. Në fshatin Balin Dol është regjistruar një dalje nga shtrati e lumit Vardar duke përmbytur 10 parcela bujqësore dhe disa obore. Probleme janë raportuar dhe në Manastir, ku në fshatin Lera ka përmbytje pranë një ure dhe me mundësi zgjerimi drejt fshatit. Në Orë janë raportuar bodrume, garazhe dhe obore të përmbytura në disa lokacione. Në Struk po punohet për pastrimin e rrëshqitjeve të dheut dhe rrëzimeve të gurëve. Instituti Meteorologjik i Kosovës ka bërë të ditës se do të ketë ndryshime të theksuara të kushteve meteorologjike, duke paralajmëruar rënje të ndjeshme të temperaturave dhe rreshje dëbore në disa pjesë të ndryshme të Kosovës. Ngrica të kombinuara me shtresat e dëborës dhe era të ftohta pritet të ndikojnë negativisht në sigurinë e qarkullimit. Vështirësime të theksuara në komunikacion pritet të ketë në rrugët malore, akset dytësore dhe zonat me relief të thyer, ku mund të ndodhin rrëshqitje dhe ngrirje e shpejtë e sipërfaqeve rrugore. Për këtë arsye, Instituti Meteorologjik i Kosovës rekomandon që autoritetet përgjegjëse për mirëmbajtjen e rrugëve të jenë në gatishmëri të shtuar, ndërsa qytetarët dhe pjesëmarrësit në trafik të përdorin pajisjet dimërore, të respektojnë distancën e sigurisë dhe të përshtatin shpejtësinë me kushtet e rrugës. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Vjojnë kushtet e rënduara atmosferike në Shqipëri. Lumi Vjosa arriti në nivelin 9 metra në urën e Mifolit në Novosel. Prurje ka pasur dhe në Memaliaj, ku niveli ka shkuar në 7.5 metra. Problematika nga rreshqet e dendura të shiut që vjojnë prej disa ditësh ka dhe në Lushnjë dhe Divjak. Lumi Seman doli nga shtrati duke përmbytur 130 hektar tokë bujqësore. Të përmbytura janë 150 hektar tokë e mbjell në njësinë administrative Grabjan Divjak dhe në njësinë administrative Dushk Lushnjë. Edhe lumi Buna në Shkodër pësoi rritje të nivelit të ujit, ndërsa në Drin niveli i ujit ka rënë si pasojë e uljes së shkarkimeve. Zona e botit sërish nuk kalohet me mjete të vogla. Pritet përmirësimi i situatës pasi në zonat malore ka nisur rreshqit e dëborës. Në akset Korçë-Ersek dhe Ersek-Leskovik kanë filluar rreshqe dëbore dhe po punohet për pastrim dhe kriposje. Në Malish, Kufi Gramsh ka pasur rreshqe shiu dhe rënje gurësh dhe inertesh. Sipas Ministrisë së Infrastrukturës, aksi Korçë-Voskopoj është pastruar dhe kriposur, ndërsa aksi Boboshtic-Dardh ka mjete në punë për pastrim dhe kriposje. Për shkak të motit të përkeqësuar dhe detit me dallgëzim deri në 6 ball, nuk do të funksionojë linja e tragjetit Korfu-Sarandë dhe Anasjeltas. Sipas njoftimit zyrtar të kapitenerisë së portit të Sarandës, si mas sigurie është ndaluar gjithashtu dhe dalja në dete anijeve të peshkimit. Ndërkohë, era fryn me shpejtësi rreth 12 metra në sekond në drejtimin veri-perëndim, duke bërë të pamundur lundrimin e sigurt në zonë. Autoritetet u bëjnë thirrje operatorëve dhe qytetarëve të respektojnë udhëzimet dhe të ndjekin njoftime zyrtare për përditësime të mëtejshme mbi situatën e motit. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.